Pa filtra, Ashtu si që je, ashtu siç është. sepse e vërteta ka rëndësi. Pa filtra. Përshëndetje të gjithëve, ne ju urojmë mirëseardhjen në këtë program të ri që do të keni mundësi të ndiqni. Unë jam Eva dhe këtu në studio me mua janë Teja dhe Anja. Përshëndetje, unë jam Teja. Kurse unë jam Anja. Ky është një program ku do të mund bisedojmë mbi tema të ndryshme që na ndikojnë ne si adoleshent. Të dëgjojmë mendimin e bashkëmoshatarëve tanë edhe të kuptojmë perspektivën biblike mbi këto tema. Sot ne do të flasim për krahasimin. Ne donjëherë e bëjmë pa kuptuar, por donjëherë ndijmë sikur e krahasojmë veten me të tjerë dhe në çdo gjë që bëjmë. Kjo dal nga dalë na bën të mendojmë se personi që ne jemi nuk mjafton dhe duhet përpiqemi të jemi diçka më shumë. Jam shumë dakord me atë që ti the, Teja. Do doja të flisnim pak për cilat janë disa gjëra që adoleshentët krahasohen me njëri tjetrin. Çfarë gjërash mendoni që janë? Unë mendoj se një faktor kryesor janë rrjetet sociale, pasi dhe unë si femër, gjithmonë kur shoh një vajzë që ka flokë të bukura, mendoj pse si ka unë flokët e bukura, ose për çdo gjë tjetër, mendoj se femrat janë gjithmonë të parë që mendojnë për të krahasuar veten me të tjerët. Unë mendoj se diçka tjetër, si nxënëse që jam në shkollë, është kur një nxënës merr nota më të mira se unë dhe them, pse s'po i marr dhe unë këto nota. Unë mendoj vetë personalisht shumë pamja e jashtme. Shoh në shkolla, kudo që të gjithë investojnë vetëm tek pamja e jashtme. Pamja është për ta pika kryesore edhe i shef që se si kërkojnë që të arrin atë modelin që është kryesori, pra modeli kryesor më e mira, edhe për mua personalisht është sfidë se i shoh të tjerët edhe them se mos jem dhe unë si ta. Mendoj se është dhe ajo përshtatja me të tjerët në shoqëri, sepse e kemi parë gjithë që në shoqëri duhet përshtatemi për të qëndruar me ta ose për gjitha në grup shoqëror. Po, edhe kush është ai që ka më shumë shoqe, më shumë shok. Ai grupi rreth që qëndroni bashkë. Që ndonjëherë edhe një person mund na mjaftojë, nëse kemi vetëm një shoqe, mund na mjaftojë. Po për pasojat çfarë mendimi keni? Për mendimin tim nga pasojat që merr nga krahasimi me të tjerët është që ti ul vetvlerësimin te vetja jote, mendon që nuk je aq i dur ose aq i aftë për qëndruar me një shok ose një shoqe. Çdo gjë tjetër pra të ul ty vetvlerësimin që ke te vetja jote. Unë mendoj që gjithashtu një nga pasojat që është kryesore, le të themi, është që kur ti nuk arrin dot atë standardin, fillon dhe mërzitesh, ndihesh keq, pra nuk ke më një gëzim për atë që ti jep, do të arrish diçka dhe pastaj gjen mënyra të ndryshme që të mund t'i arrish ato gjëra që mendon se duhet të arrish. Ajo që dua të shtoj te të dyja mendimet tuaja është se një person zakonisht dhe mbyllet në vetvete kur ndodhin gjithë krahasimet, se nuk arrin atë që do në atë shoqëri, në atë krahasim që ke krijuar. Edhe pas kësaj mendoj se vjen depresioni, ankthi, gjithë mërzia, lidhet edhe mund të shkojë në depresion. Edhe diçka tjetër, mendoj që ndikon tek adoleshentët. Nëse ti për shembull nuk je siç ata mendojnë që duhet të jesh, tallesh, përbuzesh nëpër shkolla sidomos, edhe në momentin që ty të duket tani sikur është një garë ose që ti duhet arrish, që duhet fitosh, ndërkohë që nuk duhet të jetë ashtu, sepse gjithë secili është i veçantë në mënyrën e vet, por duket sikur të gjithë tani janë kundër teje. Janë kundër teje. Është ajo që duhet të arrish një standard lart për të përshtatur tek ky grupi, përndryshe ata nuk kanë shanse të pranojnë. Edhe pse nuk është se kanë ndonjë gjë të veçantë ata njerëz. Domethënë, mënyra që ata, le të themi, jeta e tyre është një jetë shumë bazike, nuk kanë ndonjë gjë të veçantë. Bëhen të gjithë si për shembull si kukullat në raftet e dyqaneve të lodrave. Janë ato kukullat që janë njësoj të gjitha që materiali i tyre është shumë i lirë, nuk është se kanë ndonjë veçanti ose diçka, po janë shumë, pra prodhohen shumë si ato sepse blihen kollaje, gjitha këto gjëra, po njëkohësisht nuk është se kanë ndonjë gjë shumë të veçantë, po unë mendoj që adoleshentët thjesht nuk është se mendojnë më, aq thellë, thjesht duan të arrijnë atë që. Edhe unë ashtu mendoj se mua më ka ndodhur një rast kur kam qenë pjesë e një grupi, edhe unë kam një personalitet kur jam shumë afër me ta, jam shumë e buzëqeshur. Ata nuk është se e shihnin sikur isha kalama ose thjesht të tallesh atërkohën. Ashtu e merrin ata, kështu që ajo më bëri që unë më të mbyllesha me veten time dhe thjesht të qëndroja më serioze, mos të jepja mendimin çdo herë që mendoja. Çka që më ka ndodhur mua është se
Ne kemi disa rrjethe shoqërore të ndryshme. Disa i kemi në shkollë, disa i kanë në lagje, në kurse ose diku tjetër dhe mendoj se ata persona që krahasojnë veten me grupe shoqërore ndryshojnë dhe personalitetin e tyre, ndryshojnë se si sillen, se si vishen. Dhe kjo më ka ndodhur mua, unë mendoj se e kam parë veten shumë shpesh që ndryshoj personalitetin në shkollë dhe pastaj ndryshoja veten në kurs, që gjithmonë pastaj ma bënin të tjerë pse ndryshon. Mirje, pse duhet ndryshosh? Dhe kjo është gjëja që më ka bërë që jo, pse duhet të ndryshoj, unë jam në rregull, sepse çdo person është i bukur dhe ka ato cilësitë e veta që nuk ka pse të ndryshoj. Ndërsa unë mund të them, kam patur raste në shkollë që dukej që gocat thoshin që unë jam e para, unë drejtoj, unë duhet pra një sjellje arrogante dhe mendoja që unë nuk duhet të jem kaq e butë, duhet të jem pak në marrëdhënie me të tjerë, duhet të flas ashpër, duhet i shoh si më poshtë meje, pra të jem unë e para edhe kjo gjë edhe mua më ndoshte personalitetin, edhe pse thellë nuk isha unë ajo Anja që ishte e vërtet, po që thjesht se e bënin të tjerët e duhet ta bëja edhe unë. Edhe pastaj ti e sheh veten tënde që nuk ndihesh mirë, fillon ke mosmarrëveshje me të tjerët. Pra shef anët negative, nuk shef ndonjëherë anët pozitive. Është si punë fasade, sigur je falso me çdo person tjetër, kur kalon nga një shoqëri në shoqëri, kalon nga një shoqëri në shoqëri tjetër, duke sikur je edhe me veten tënde kur e mendon vetëm, thua që a mos jam çik falso me të tjerët, a mos jam çik më ndryshe. Unë mendoj gjithashtu që kam vënë re për shembull në shkollë, notat për shembull ose të qenit një nxënës i mirë, nuk vlerësohet më shumë. Vlerësohen, ti e shef që në klasën e drejtojnë ata nxënësit e notave të ulta, ata nxënësit që flasin keq zyshave, edhe ti ndonjëherë kur e shef veten tënde për shkakun që do të mësosh, se do të arrish diçka, edhe pastaj kur shef ata të tjerë që këta e marrin atë famën për shembull në klasë, thua po mirë, po sikur mos jem dhe unë aq e mirë, domethënë ul atë standardin. Ndikosh që s'ka qenë fare kështu, se po të flasim se si ka qenë më përpara, po bëheshin krahasimet se kush merr nota më të mira, nuk është se bëheshin shumë këto krahasime që bëhen tani. Si mendoni ju, si ndikojnë rrjetet sociale në krahasim? Mendimi im është se sidomos në gocat, po dhe çunat gjithashtu, kur shikoj një person që ka hedhur në Instagram një post që ka shkuar në Paris, mund të ketë shkuar në Italinë, mund të ketë shkuar në Angli ndoshta, dhe gjithmonë jemi kështu pse nuk kam shkuar dhe unë, sepse ai po bën një qef, është duke vizituar një vend të ri, duke marrë një kulturë të re, ndërsa ne që jemi disa të tjerë për shembull nuk i kanë të njëjtat kushte financiare që mund të shkojë të udhëtojë diku. Dhe këtu fillon ai krahasimi midis dy shtresave të kundërta financiare. Unë mendoj se për shembull shohim shumë VIP-a ose të famshëm që hedhin nëpër story ose poste që mënyrën se si ata vishen, mënyrën se si ata jetojnë dhe ne në këtë mënyrë krahasojmë veten edhe themi pse unë nuk vishem një lloj se ky, pse nuk kam të njëjtën mënyrë jetese se ky. Edhe këtu e fillon e gjitha krahasimi jot me një person tjetër. Një gjë tjetër që unë mendoj që krahason adoleshentët është pasuria materiale, telefonat, laptopat, këto kompjutera, gjërat e luksit, domethënë. Edhe ti e shef që shumica e adoleshentëve shkojnë të blejnë iPhone-at të fundit. Përpiqen aq shumë për gjetur ato lekët ose ja kërkojnë prindërve kështu me ngulm, edhe të marrin telefonin e fundit që të bëjnë dhe foto dhe kështu gjëra. Po ideja që të tregojnë të tjerëve se çka ka marrë unë. Edhe ti e shef ato krahasimin, pastaj kush ka telefonin më të mirë, dhe ai që ka telefonin jo aq të mirë, e shohin kështu si me përbuzje. Kam dëgjuar unë për shembull, kam patur shoqe që ja bënin, "Ua, jo, e peça telefoni kishte." Unë të rri me një shoqe që ka këtë lloj telefoni, më thëmë me vete, kur e kam dëgjuar, wow, a kupton si është e mundur që tani ti të vendosësh nëse do ta kesh shoqe atë apo jo, vetëm nga telefoni. Të njëjtin funksion kanë, kështu që nuk është se është diçka që duhet jetë aq shumë në këtë kohë. Le të marrim pak kohë dhe të dëgjojmë se çfarë thot Bibla mbi këto gjëra që ne folëm. Përshëndetje të dashur dëgjues dhe faleminderit që po I kushtoni vëmendje këtij podcasti mbi një temë që ndikon shumë në jetën tonë të përditshme, siç janë krahasimet.
Një nga fjalët më të njohura dhe të përdorura për çdo ditë janë ato që na bëjnë të mendojmë dhe të krahasojmë veten me të tjerët. Të tilla si kush është më i mirë, kush ka më shumë sukses, kush është më i lumtur. Por a është kjo mënyra që Perëndia dëshiron që ne të jetojmë? Çfarë thot Bibla për krahasime? Në fakt Bibla flet shumë për këtë temë dhe shumë herë ajo na inkurajon të shpangim krahasimet e panevojshme me të tjerët. Në letërsi, apo dhe në thënie biblike, krahasimi shpesh herë sjell dy efekte të dëmshme. Cilat janë këto dy efekte? Së pari, krahasimet e mbushura me krenari ose krenari të rrejshme dhe krahasimet që na ulin vlerën dhe na sjellin pasiguri. Do marrim disa pasazhe nga Bibla ku na flitet shumë qartë mbi pasojat e krahasimeve. Për shembull, në 2 Korintasve 10:12, apostulli Paul thotë: sepse nuk guxojmë të renditemi ose të krahasohemi me ata që e rekomandojnë veten e vet. Por ata duke matur veten e tyre dhe duke u krahasuar me veten e tyre, nuk kanë mend. Ky varg na kujton se kur ne krahasojmë veten me të tjerët, ne shpesh krijojmë standarde të pasakta dhe të padrejta, që nuk janë të përshtatshme me vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Krahasimi i bëhet një thjeshtim i asaj që është e rëndësishme. Për shembull, të përqendrohemi tek veprat dhe thirrja që ka Perëndia për secilin prej nesh. Një tjetër shembull të qartë e gjen te Luka 18:9-14, ku në shëmbulltyrën e fariseut dhe ta grambledhësit na thuhet kjo fjalë e mrekullueshme që duhet të mbajtur mend nga të gjithë, sidomos në lidhje me krahasimet ose përpara se ne të tundohemi për të bërë krahasime me të tjerët. Për shembull, fariseu në mënyrë të vetkënaqur thotë: O Perëndi, të falenderoj që nuk jam si njerëzit e tjerë, grabiqar, të padrejt, kurorshkelës dhe as si ky ta grambledhësi. E vini re se çfarë ndodh këtu. Ai krahasohet me të tjerët për të ndier krenari për veten e tij, për mënyrën se si ai e jeton jetën e tij. Ndërkohë që ta grambledhësi që ndodhet në një pozitë shumë më të ulët, thotë: O Perëndi, më mëshiro, sepse jam mëkatar. Shëmbulltyra përfundon me mësimin e Jezusit se në sytë e Perëndisë, ai që e pranon mëkatin e tij dhe kërkon falje, është ai që është i drejti, dhe jo ai që mburret me moralin e tij. Por çfarë do të thotë ta shmangësh krahasimin? Bibla na fton të përqendrohemi jo në atë çfarë bëjnë të tjerët, por në atë çfarë ka caktuar Perëndia për jetën tonë. Për shembull, te Galatasve 6:4-5, Pali thotë: dhe secili të analizoj veprën e tij dhe atëherë do të ketë arsye të mburret vetëm për veten e tij dhe jo lidhur me tjetrin, sepse secili do të mbaj barrën e vet. Ky, siç e shohim, është një apel që të mos krahasojmë rrugët e jetës sonë me ato të tjerëve, por të fokusohemi tek thirrja dhe besnikëria që Perëndia ka kërkuar nga ne. Për ta mbyllur, një nga thirrjet më të bukura të Biblës është të jetojmë në harmoni me të tjerët dhe t'i kërkojmë t'i shërbejmë njëri tjetrit, në vend që të fokusohemi tek krahasimet. Në Filipianëve 2:3-4, Pali thotë: mos bëni asgjë për rivalitet, as për mendje madhësi, por me përulësi se cili ta çmoj tjetrin më shumë se vetveten. Mos të mendoj se cili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Kjo është fryma e dashurisë dhe shërbimit që si besimtar duhet kultivojmë dhe të refuzojmë çdo krahasim që na largon nga udha e Perëndisë. Pra, çfarë mund të nxjerrim nga gjitha kjo? Krahasimi i vazhdueshëm me të tjerët na pengon të gjejmë paqe të vërtetë. Nuk na lë kurrë rahat dhe kurrë nuk do jemi të plotë. Perëndia na ka krijuar me qëllime dhe dhunti të veçanta dhe krahasimi na e rrëmben vëmendjen prej tyre. Dhe prandaj ne duhet të fokusohemi duke i besuar që ai do të na udhëheqë në çdo hap. Ndaj çdo herë që tundohemi të krahasojmë veten me të tjerët, le të kuptojmë dhe të kujtojmë që të përqendrohemi në jetën që Perëndia ka caktuar për ne dhe të jetojmë për lavdinë e tij. Zoti ju bekoft dhe ju udhëzoft në çdo hap të jetës suaj, pa krahasime të panevojshme, por me një qëllim të pastër dhe të lartë, që është të jetoni sipas vullnetit të Perëndisë. Jemi kthyer në studio të dashur dëgjues. E vërteta është se Zoti na ka krijuar ashtu siç duhet të jemi. Edhe secili prej nesh është i veçantë në mënyrën e vet, edhe i krijuar për një qëllim.
Mendoj që krahasimi që i bëjmë vetes me të tjerët është diçka që na e vjedh gëzimin, edhe na bën të ndihemi pa vlerë. Kur në fakt Zoti na thot se kemi shumë vlerë, madje aq shumë sa ai dërgoi birin e tij në tokë për të vdekur për ne, në mënyrë që të jetojmë bashkë me të. Ajo që më bën mua më shumë përshtypje është se edhe sikur të ishte vetëm një person në këtë tokë, të ishte vetëm, prapse prap Jezusi do vinte, edhe ai do jepte jetën e tij për të shpëtuar atë. Pra, kjo tregon se sa shumë ai na do neve, gjithë secili nga ne pavarësisht çdo gjëje. Mendoj që jemi krijuar në imazhin e Perëndis, kështu që duhet të jemi falendërues për Perëndin që na ka krijuar kështu siç jemi. Edhe mendoj që nuk duhet mendoj më negativisht për veten, nuk duhet të krahasoj më veten me të tjerët. Unë mendoj që nëse ne kemi në fokusin tonë që të arrijmë standardi më i lartë që është Jezusi, do ta shohim veten pak më ndryshe. Nuk do krahasohemi ai shumë me të tjerë, do krahasohemi me Jezusin, le të themi, që të duam që të arrijmë të bëhemi si ai. Ai jetën e vet që bëri, që thuhet në Bibël, jetën e vet që bëri në tokë, nuk është se u mor shumë me pamjen, me të krahasoj me të tjerë. Ne tani jemi krijuar të gjithë në imazhin e Perëndis, kështu që gjithmonë fokusi jon duhet të jetë Jezusi dhe asgjë tjetër. Kemi ardhur në fund të programit për sot, të dashur miq. Mos harroni që jeni krijuar në mënyrë të përsosur dhe nuk keni nevojë të krahasoni veten me të tjerët. Ishte shumë kënaqësi të ishim bashkë në këtë program. Dëgjohemi herës tjetër. Mirë dëgjofshim. Ditë të bekuar. Pa filtra. Ashtu siç je, ashtu siç është. Sepse e vërteta ka rëndësi. Pa filtra.